Në rrugën Beliqica në Gustivar, 2 automjete janë ndeshur me njëra tjetrën dhe përpasoj 7 persona kanë pësuar lëndime trupore. 2 drejtuesit automjeteve dhe 5 bashkëudhëtar janë detyruar të kërkojnë ndihmë mjekësore në spitalin e Gustivarit, nga ku njoftojnë se pacientët ishin pranuar me lëndime të lehta trupore. Jo zyrtarisht, mësohet se shkaku e aksidentit është shpejtësia e tejkaluar dhe mosmbajtja e drejtimit të duhur. Rrugët lokale brenda qytetit të Gostivarit vazhdojnë të ngelin burimin numrit më të madh të fatkeqësive në komunikacion. Rasti i fundit është regjistruar në rrugën Beliqica si një nga rrugët kryesore dhe më të frekuentuara në qytet. 2 automjete janë ndeshur njëra me tjetrën dhe përpasoj 7 persona kanë përsuar lëndime trupore. 2 drejtuesit automjeteve dhe 5 bashkëudhëtarët janë detyruar të kërkojnë ndihmë mjekësore në spitalin e Gostivarit, nga ku njoftojnë se pacientët ishin pranuar me lëndime të lehta trupore dhe pas dhënies së ndihmës së shpejtë, gjendja e tyre është stabilizuar. Nga policia e Gostivarit njoftuan se aksidenti kishte ndodhur të dielën rreth orës 13:40 minuta. Në aksidentin ku përfshin automjeti markës BMW me targa Gostivarit që drejtohej nga 21 vjeçari me inicialet HS dhe Honda, po ashtu me targa të Gostivarit dhe drejtuar nga 25 vjeçari me inicialet BS nga fshati Llakavic, lëndime trupore kanë marrë 7 persona. Me urdhër të prokurorit publik është kryer ekspertizë plot dhe po punohet në zbardhjen e arsyes që çoi deri tek kjo fatkeqësi, tha për televizionin TV2 zëdhënësi Marja Josifovski. Jo zyrtarisht mësohet se shkaku i aksidentit është shpejtësia e tejkaluar dhe mosmbajtja e drejtimit të duhur. Në këtë rrugë shpejtësia e lejuar është 40 km/h. Dëmi shkaktuar material nga përplasja e 2 automjeteve sipas llogarisë së policisë është 120.000 denar.